Ky emision mundësohet nga Këshilli i Bashkësisë Islame Prishtinë. Selamu alaikum të nderuar shikues, mirë se vini në emisionin ton të muajit të Ramazanit. Emisioni i emërtuar Nur, Dritë, ku do të shqyrtojmë pra temat të rrëshme sikur që kemi pa edhe në ditë e kalume. Sot me neve për të trajtuar një temë të veçantë që njihet në historinë islame si ndodhia e Bedrit. Për të folur rreth kësaj teme, mendoj që është zgjedhur musafiri special, duke pas parasysh që rrjedh për një familje hoxhëllarësh, rrjedh për një prindi i cili është mësues i shumicës hoxhëllarëve trojeve tona, profesorit nderuar Barush Ahmeti, që lutim Allahun ta ketë mëshiru. Sot e kemi djalin e tij, Samirin, i cili do të na i trajtoj temën e Bedrit. Mirë se keni ardhur, i nderuar profesor. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që na u keni përgjigj. Ashtu edhe siç e përmenda që është një temë që është e njohur tek populli jonë si tema e ndodhia e Bedrit. Mirë po, ndashti kemi nevojë pak më ndal rreth rëndësisë së kësaj ndodhie, ndoshta pse duhet përmend vazhdimisht çdo vjet mu nalin këtë temë. Po, faleminderit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun dhul xhelal, salavate i dërgojmë pejgamberit alayhis salam. Fillimisht dëshiroj që t'ju falenderoj për ftesën që na keni bërë, duke lutur Allahun dhul xhelal që juve t'ju jep sukses në organizimin e këtyre ligjëratave të rëndësishme, të nevojshme për gjatë këtij muaji të shejt Ramazanit. Kuptohet që gjatë çdo muaji të shejt Ramazanit, çdo vit neve na rikujtohen këto ngjarje të cilat kanë ndodhur në kohën më të begatë të ummetit tonë, Muhamedit alayhis salam, kohën e pejgamberit të dashur. Ngjarje e cila paraprakisht është pjesë përbërëse e jetës së pejgamberit alayhis salam, mirë po në ndër tjera duhet me pas parasysh se vetë biografia e pejgamberit tonë është një jetë shkrim i cili është studiuar më së shumti në historitë njerëzimit, si biografi në vete. Prandaj edhe i gjejmë historianët të cilët çdo segment të jetës së pejgamberit alayhis salam edhe e kanë studiuar edhe hulumtuar, edhe krejt në fund pas shtjellimit, shqyrtimit të atyre ngjarjeve kanë dalë edhe me rezultate përkatëse ndërlidhëse me ato ngjarje. Për ngjarjeve më me vlerë përcaktohet nga ana e studiozëve të historisë islame që është betejë e madhe e Bedrit, prandaj edhe gjejmë një mendim unanim të gjithë historianëve se është betejë më me vlerë. Për faktin se në këtë betejë muslimanët për herë të parë janë përballur me një kundërshtar të kahmotshëm, përkatësisht afërsisht 15 viteve që kanë kundërshtuar thirrjen në njohshmërinë e Zotit nga ana e fisit Quraysh, 13 vite në Mekë dhe 2 vite në Medinë. Ky konflikt i armatosur që ka ndodhur në betejën e Bedrit jo është dhënë rasti që të dëshmohet se në një arenë në fushë luftarake muslimanët patën rastin të dëshmojnë se e përkrahin të vërtetën, edhe ajo vërtet përkrahet dhe mbështetet nga ana e Allahut dhul xhelal, e cila krejt në fund rezultoi edhe me fitoren e të vërtetës. Duhet të theksuar se ky lloj konflikti armatosur në kohën e pejgamberit alayhis salam nuk llogaritet risi, për shkak se ky lloj konflikti mes të vërtetës edhe të kotës ka qenë standard në të gjitha periudhat e të gjithë pejgamberëve të mëparshëm. Është edhe sot. Faktikisht është edhe sot, por në forma të ndryshme, me emra të ndryshëm, e i cili nuk do të ndalet deri në ditën e gjykimit, çdo herë luftohet ose çdo herë është prezent edhe eventual nëpërmjet formave të ndryshme luftimi mes të vërtetës dhe të kotës. Ose i kanë përkrasit e vetë të dyja, ta? Të dy palët. Sakt, mirë, po gjithherë duhet me pas parasysh pavarësisht rezultatit përfundimtar, se si janë rrethana të një kohe ndallim me kohën tjetër, e të cilët gjithherë luftojnë, kushtimisht kontribuojnë në luftimin e njëri tjetrit, dhe prandaj edhe ata mbështeten në bazë të ideve dhe besimeve të tyre, të cilat i shprehin nëpërmjet atij kundërshtimi. Profesorin nderuar, a do të thotë kjo që
musliman të shpërngullen, u detyrun shpërngullen prej vendlinjës vetë, me emigru, edhe prap nuk i lanë qetë atje ku shkun. Kjo më duket se po të tregon që sikur musliman që thojmë na janë mbështet për mur, janë mbështet për zgjidhje dhe janë detyruar tani me ardhur deri te betejë ose te lufta. Duhet të rikujtu se jeta, biografia e pejgamberit alayhis salam ndodhet në dy periudha, ashtu siç edhe sinjalizova dhe ti hoxhi nderuam, jeta mekase ose periudha mekase dhe medinase. Në periudhën mekase pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam është përqendruar kryesisht në dy elemente. Elementi i parë në formimin e personalitetit të muslimanit duke u mbështetur në besimin në Zotin një. Pastaj elementi i dytë është në ruajtjen e atij besimi dhe formimit të cilin e ka arrit fal dorëzimit të plot që i është bërë Allahu Dhul Xhelal gjatë dëshmisë së njohshmërisë së Zotit. Kurse dy elementet të tjera të cilat e kanë përcjell pejgamberin alayhis salam në periudhën medinase ka qenë formimi i ushtrisë, shoqërisë islame edhe mundësia e ruajtjes së asaj shoqërie. Sa i përket formimit të shoqërisë islame të shëndosh, në baza të shëndosha në periudhën mekase nuk ka qenë e mundshme. Prandaj edhe kanë qenë të detyruar, nuk kanë pas alternativë tjetër përkundër dëshirës së madhe të qëndrojnë pranë Mekës, pranë Qabës, përkundër dashurisë së madhe që e kanë pas të gjithë arabët pa dallim ndaj Qabës, janë detyruar muslimanët në koordinim edhe me udhëzimet hyjnore që ata e braktisin Mekën edhe të shpërngulën në Medinë. Mirë, po edhe me të vendosur të muslimanëve në Medinë nuk kanë qenë të qetë. Për shkak se historianët këtu përmendin me tekst të veçantë tri elemente të konfliktit mes njohshmërisë së Zotit edhe idhujtarisë mekasve përkatësisht të fisit Quraysh. Elementi i parë është se fisi Quraysh ka qenë guri bazik mbi të cilin është ngritur idhujtaria në Mekë. Elementi i dytë është se të gjitha fiset arabe e kanë ndjek fisin Quraysh. Jo rastësisht pejgamberi alayhis salam deri në çlirimin e Mekës ka pas konfliktin kryesisht me fisin Quraysh, nga se të gjitha fiset e tjera janë fshehur mbrapa fisit Quraysh, edhe kjo ka nënkuptuar se ata e kanë ndjekur atë fis. Edhe elementi i tretë është se pejgamberi alayhis salam që nga dita e parë e thirrjes së njerëzve në njohshmërinë e Zotit nuk ka has në ndonjë barierë edhe pengesë më të madhe se sa që ka hasur nga fisi Quraysh. Prandaj edhe muslimanët janë detyruar që të bëjnë shpërngulje, të ikin nga një idhujtari në të cilën pejgamberi alayhis salam thuja se i ka shtjerur të gjitha mundësitë e ndryshimit të qasjes së idhujtarëve dhe kanë arritur që të bëjnë shpërngulje ku aty muslimanët prap nuk kanë qenë të qetë për shkak se mekasit përkatësisht fisi Quraysh kanë kërcënuar edhe nga distanca. Përkundër faktit të dallimit të madh në distancë mes Mekës edhe Medinës që janë 500 kilometra, fisi Quraysh ka pas ndikimin e madh në të gjitha fiset e tjera arabe, prandaj edhe ka dëshiruar që të vazhdojë më tej nëpërmjet idhujtarisë, të cilën e ka pas pjesë përbërëse të jetës së tyre, edhe ju kanë kërcënuar muhaxhirëve duke u quar fjalë se mos të rrini të qetë e të rahatshëm pasi që ju jeni vendosur në Yathrib, përkatësisht në Medinë, për shkak se ne edhe atje do të vim do t'ju luftojmë. Dhe e dyta, kërcënimi edhe ndaj vendasve ansarëve të cilët i kishin strehuar vëllezërit e tyre muhaxhir nga Meka, të cilëve ju kishin kërcënuar mekasit përkatësisht fisi Quraysh se ju ose duhet ta luftoni Muhamedit dhe njerëzit e tij, ose do të vim edhe do t'ju luftojmë juve dhe do t'i njerëzojmë edhe gratë e juaja. Prandaj ka qenë e drejtë e muslimanëve që pas formimit të shoqërisë islame ta ruajnë atë shoqëri duke bërë disa shpalosje ose disa patrulla ushtarake të cilat i kanë shfaqur muslimanët përreth Medinës për të bërë me dije se shteti islam, i cili ka formuar një shoqëri islame, ka ushtrinë e vet e cila e mbron atë. Prandaj edhe muslimanët nuk kanë pas alternativë tjetër përveç se pasi Allahu Dhul Xhelal atyre u ka lejuar që të mbrohen vetëm pas shpërnguljes së tyre prej Mekës në Medinë.
Pra do më thënë, po kuptohet që në momentin kur ti i përdor gjitha metodat e formës paqësore, edhe nuk stopojnë, nuk ndalojnë me të luftu, me të ngacmu, atëherë u detyru musliman pra do të thotë me u ballafaqu me armikun e tyre i cili i ka maltretu kohë gjatë. Është ndoshta e rëndësishme mu përmend pse për shembull pikërisht në këtë ditë u zhvillu lufta e Bedrit për shembull. Pse jo më herët për shembull. Po a ka pas diçka që i ka ngacmuar musliman që me dal për shembull me marr drejtën e vet, që tani kjo e ka shkaktuar edhe luftën për shembull, sikur që është rasti i karavanit e Ebu Sufjanit. Duhet me përmend me tekst të veçantë që të parandalohen paragjykimet ose edhe akuzat e njerëzve të pantërgjithshëm që mund të thonë se Muhamedi a.s. ka dalë në prit karvaneve. Jo, pejgamberi a.s. nuk i ka dalë në prit asnjë karvani të asnjë fisi tjetër përveç këtij karvani të fisit Quraysh. Do të thonë është pyetje pikërisht këtina. Për faktin se ka pas disa specifika ky karvan. Më së pari duhet me përmend që pejgamberi alayhis salam e ka organizu daljen duke mos bë përgatitje ushtarake që të zhvillohet një betejë. Muslimanët bashkë me pejgamberin alayhis salam kanë planifikuar që të dalin jo vetëm konfiskojnë, sepse muslimanët nuk kanë lakmuar në mall, në material, ashtu siç domethënë mund të dëshmojmë tek rasti i luftës në Hunain se muslimanët kanë zënë prej të luftës të jashtëzakonshme që nuk ka pas të ngjarë më herët, sikur kalimthi po e përmendim që të dëshmojmë se muslimanët nuk kanë lakmuar fare në pasuri. Në luftën në Hunain muslimanët kanë zënë prej të luftës 24.000 deve, 40.000 dele, mirë po edhe plus sasit konsiderueshme të arit edhe të argjentit që nuk është koha për mu fokusu në këtë, mirë po në asnjërin prej këtyre presë luftës pejgamberi alayhis salam nuk ka marrë e as muhaxhirët e as ensarët. Prandaj muslimanët këtë karvan tregtar kanë dalë për ta parandaluar një rrezik të mundshëm që u është kanosur prej tyre. Karvani tregtar i Ebu Sufjanit ka qenë duke u kthyer nga njëri prej qyteteve të Biladushamit, është mirë të përmendim pikërisht ka qenë duke u kthyer nga qyteti i Gazës Palestinës së sotme, i cili qytet ka qenë jashtëzakonisht i zhvilluar në fushën e veprimtarive tregtare, të cilët kanë fisi Quraysh ka organizu blerjen e armëve në Biladusham. Për shkak se dëshmohet historikisht se në Hijaz, Mekë dhe Medinë nuk ka pas në kohën përkatëse për cilën po flasim, nuk ka pas fabrika të prodhimit të armëve, prandaj edhe ata kanë shku me ble armë që të armatosën fuqishëm për ta sulmuar shtetin islam. Kur ne e rikujtojmë se ky karvan tregtar ka shpëtuar, nuk kanë arrit muslimanët ta marrin, atëherë e dëshmojmë faktin se pikërisht ato armë që i kanë ble, i kanë shfrytzuar pastaj në luftën e Uhudit, e cila ka qenë vijuese. Pastaj ka qenë ky karvan tregtar nuk ka pas të ngjarë as më herët e as më pas të ketë pasuri kaq të shumë të madhe pjesëmarrës në këtë karvan, sepse kanë konfiskuar pasurinë e muslimanëve muhaxhirë të cilët e kanë bërë shpërnguljen prej Mekës në Medinë. Prandaj vlera e këtij karvani ka qenë hiç më pak se 50.000 dinar ari. Në atë kohë nuk ka pas të ngjarë, kjo shumë e madhe ka qenë edhe si rezultat i konfiskimit të pasurisë së muslimanëve. Domethënë këta muslimanët në Medinë, kryme me pejgamberin son, kanë dalë për me marrë pasurinë e vet, që ja kanë konfiskuar Qurayshit në Mekë. Konflikti ka qenë i filluar nga fisi Quraysh, jo nga muslimanët. Tjetra që të i kompenzohet muslimanëve. Mirë po muslimanëve pjesëmarrësve të Bedrit u është kompenzuar me diçka shumë më vlerë se ajo të cilën ata e kanë planifikuar. Për shkak se Allahu Dhul Xhelal pas përfundimit të betejës së Bedrit e ka përgëzuar pejgamberin alayhis salam duke e porositur që t'ju thot pjesëmarrësve të Bedrit, veproni çka të doni se jeni të falur. Domethënë është një veçori, blen ta theksoj edhe një fenomen tjetër që historianët e përmendin me tekst të veçantë që vetëm për pjesëmarrësit e Bedrit historianët e përmendin fjalën Bedriyun.
pjesëmarrës të Bedrit. Nuk thohen për luftën e Uhudit Uhudiyun, as për të Hendekut Khandaqiyun, as për të Mu'tas ose Hunenit, vetëm për betejën e pjesëmarrësit e betejës së Bedrit përmendet shprehja Bedriyun, për shkak se kanë një veçori të cilën nuk e ka asnjë prej sahabëve të tjerë, që Allahu dhul xhelal atyre u ka garantuar xhenetin edhe u ka thonë veproni çka të doni se jeni të falur, që kanë fituar shpërblimin nga ana Allahu dhul xhelal. Fitore që s'paguhet me kurrë hiç. Profesor i nderuar, te çështja e Bedrit është interesante se fitoria e madhe në Bedr, ashtu edhe cekë në fillim. Jo dhe jeni profesor me drese dhe e njeni këtë lëmi bukur mirë, detajisht, është interesante ndodhia Bedrit për ka numri ushtarakisht kur këshyren, ka qenë diferencë e madhe mes muslimanëve dhe armikut tyre. Çfarë strategji u përdor për shembull që e ndodh fitoria? Kanë ndihmuar muslimanët disa faktorë. Faktori kyç ka qenë motivi, zemra. Do të thonë që muslimanët kanë qenë të mbështetur në Allahun dhul xhelal. Vlen të theksojmë se si pejgamberi alayhis salam ka kërkuar konsultime prej sahabëve për me marrë vendimin e luftës, a me luftu apo jo, edhe të gjithë sahabët kanë qenë unanim, pjesëmarrës të Bedrit kanë qenë unanim që të marrin pjesë. Faktori tjetër është ndihma nga ana Allahut dhul xhelal nëpërmjet pjesëmarrjes së melajkeve, se si melajket kanë zbritur në Bedr dhe kanë marrë pjesërisht, por jo të gjitha që kanë zbrit, kanë marrë pjesë, kurse në betejën e Uhudit kanë zbrit me lajket, por nuk kanë marrë pjesë. Pastaj kanë ndikuar edhe strategjinë të cilën e ka zgjedhur pejgamberi alayhis salam për herë të parë që e ka zbatuar në betejën e Bedrit, që historianët e përmendin me termin rreshtimi ushtarëve, që i ka rreshtuar në formën të cilën i ka mahnit jo vetëm kurajshët, por të gjithë arabët. Arabët në të kaluarën para Bedrit kanë përdor metodën e cila është e njohur el-kerr wal farr, që në shqip mujna me i thonë në sulm i furishëm edhe tërheqje. Mirë po, pejgamberi alayhis salam i ka befasuar Mekasit kur ka rreshtuar ushtarët duke i pozicionuar ata rresht pas rreshti, varësisht prej kapacitetit të numrit të ushtarëve. Tjetra është se një faktor tjetër që u ka ndihmuar muslimanëve është edhe ndihma nga ana Allahut dhul xhelal, se një natë para se të ndodhë kjo betejë, Allahu dhul xhelal ka mundsuar që të bjerë shi, dhe një shi i cili ka kotja që ka qenë tek sahabët, po mirë po edhe pastrimi i tyre edhe shpirtëror, por edhe fizik, edhe relaksimi i tyre për me qenë më energjik. Ai shi ka rënë të dyja anët, ashtu siç e përshkruan edhe Kur'ani se muslimanët tek Bedri kanë qenë të pozicionuar një natë para betejës në pjesën ose kodrinën më të afërt të Medinës, kurse Mekasit kanë qenë në kodrinën ose dunën më afër Mekës. Do të thonë vetëm një hapësirë shumë e vogël që i ka ndarë të dy pjesët. Shiu ka rënë në të dy anët. Mirë po tek muslimanët ka ra freski. I ka pastruar ata, i ka kthjell, i ka bërë ata që të jenë energjik, edhe shiu nuk ka qenë i dëmshëm, por vetëm ka ra një sasi e vogël e shiut e cila ka mundësuar që ndër këmbët e tyre të kapet dheu rëra edhe të lehtësohet lëvizja. Kurse njëjti shi që ka ra, në të njëjtën natë që ka ra shiu ka qenë jashtëzakonisht i furrëshëm dhe rrebesh shiu i cili i ka demoralizuar palën kundërshtare edhe i ka bërë që të jetë në pjesën e toksore të tyre të jetë lloç edhe të u vështërson atyre lëvizjet drejt fushës së betejës ku ata janë pozicionuar. E përmende më shumë se sa një herë që studius të ndryshëm e kanë studiu si ndodhi në Bedr, po dhe jetën e pejgamberit alayhis salam. Kjo t'jep me kuptu që, sikur që e përmende shembull që hera parë që pejgamberi sa me ka përdorur strategjinë me rreshtu ushtarët në luftë, që s'ka qenë një orë të arab, do thotë pe jetës pejgamberit alayhis salam mësojnë edhe muslimanët dhe jo muslimanët kanë përfitime në çdo aspekt. Përderisa i qasin vazhdimisht studimit jetës tina, kjo jep që është një thesar ose është siç dihet si nektar që ka çdo njeri se çka merr për jetës tina. U përmend më herë që kjo fitore ka ndodhur tek muslimanët, edhe është fitoria e parë.
edhe normal që luftat ku ndodhin, edhe sot për shohim që zakonisht nxinin në rob, edhe në luftën e Bedrit, ka pas musliman cilët kanë zonë rob për pabesimtarve. Sot për shembull e shohim që si trajtojnë robërit të muslimant, edhe sot është gjendje reale, që i trajtojnë muslimant të robërit, këto ditë kemi pa vazhdimisht, po edhe kemi pa tjerë, për shembull, që i trajtojnë robërit. Është dallim i madh, se di, ka ndonjë informacion më të thellë, që pejgamberi sa ai kanë maltretuar, të pas parasysh që ata kanë marrë pasoninë, i kanë vrarë, kanë pas shumë që i kanë vrarë, i kanë maltretuar, ju kanë cenu sigurinë, i kanë rrezikuar edhe këtu ku janë largu. Domethënë të natë ju kanë bërë keq. Tash ju ka ardhur rasti muslimanëve me i pas në dorë në ngrësht. Po, pejgamberi alayhis salam ka trajtu robërit e luftës në mënyrën më adekuate, më të duhur, më të arsyeshme, saqë edhe theksohet në librat e haditheve përkatësisht në Bukhari, në Muslim, se si Muhamedi alayhis salam sahabët i ka porosit që askush të mos i thot robit të vet, kjo është robi im ose kjo është robresha ime. Por t'i thot kjo është biri im, kjo është vllau im, varësisht prej moshës. Pastaj edhe të zënërit të rob që kanë qenë nga radhët e idhujtarëve. Të fale që po të ndërprej të puna e emërtimit. Është shumë informate e duan, mendoj që do të thotë edhe në aspektin e ndjenja mos mi lëndu. Të emërtimi i rob. Faktikisht kjo ka bërë që të turpërohen me kaset, të cilët kishin ardhur për me i sulmu muslimanët nëpërmjet kësaj forme të sjelljes. Ne e dim që Buharia dhe Muslimi janë librat më të besueshëm menjëherë pas Kuranit, prandaj edhe i gjejmë këto ngjarje të cilat përkatësisht këtë sekuencë të betejës së Bedrit e gjejmë të detajuar edhe në Buharin Muslim. Me fjalë tjera, pejgamberi alayhis salam kur i ka porosit sahabët kështu të jenë të kujdesshëm, llogaritën se si janë ndje jashtëzakonisht të turpshëm edhe vetë robërit kur i kanë pa mirësjelljen e sahabëve, shokëve të pejgamberit alayhis salam karshi tyre. Theksohet se si prej tyre që kanë qenë të zonën rob e më pas e kanë pranuar Islamin, kanë treguar se si zotriu im më ofronte ushqim për të ngrënë, ushqim të shishëm, kurse vetë hante hurme. Kur ne e dim që hurmet e zaventojnë ushqimin, mirë po kuptohet që ushqimi ka vlerë edhe më të madhe se sa... Dhe të arabët hurmet nuk janë diçka e parëshme ose shtirë me procedu. Te i kalimi i uris deri tek arritja ushqimit. Kështu që prej robërve çka kanë thonë turpëroheshim prej zotriut i cili na ofronte ushqimin më të shishëm neve kurse vet hante diçka të thjeshtë. Atëherë edhe për shkak të turpërisë e shtynim ushqimin në mënyrë që mos ta hajmë sepse na vinte marrë prej zotriut. Ne ardhmë luftu këta këta kujdesen për neve. Prandaj edhe detyrohemi ta hanim ushqimin vetëm atëherë kur insistante zotriu që ta hanim atë ushqim. Duhet me përmend edhe një diçka shumë esenciale që ka të bëjë me luftën, se feja islame është fe e paqes dhe pejgamberi alayhis salam ka dhënë hapësirë shumë të madhe paqes edhe ka dhënë mundësi që të bën çfarëdo marrëveshje edhe me të tjerët me armiq. Gjatë këtyre konflikteve kryesisht me fisin Quraysh, ashtu siç e përmenda pak më herët se ka qenë bariera dhe pengesa kryesore prej vitit të dytë të Bedrit edhe deri në vitin e 8 të çlirimit të Mekës, ky konflikt 6 vjeçar që ka zgjat ka rezultuar me 139 dëshmor nga radhët e sahabëve, kurse nga radhët e idhujtarëve të fisit Quraysh ka rezultuar me 112 veta, që i bie se më shumë janë dëmtuar muslimanët se sa të tjerët. Mirë po, feja islame jep hapësirë shumë të vogël ose si opsioni i fundit pas shterjes të gjitha mundësive dhe metodave të tjera të trajtimit të tjerëve ose të formimit të raporteve me të tjerët. Profesor i nderuar, me të vërtetë edhe titullin që e keni emërtuar temën, Bedri, do të thotë urtësitë pa shterura, do të thotë ka çka të mirët mësim shumë më shumë se kjo që tha, po pasi që edhe po i afrohemi fundit të misionit, ajo që ndoshta kishim pas nevojë me përfitu
me veçu nga ndodhia Bedrit që kishme na hyrë në praktik në jetën tonë që kishim me përfitu na. Që kështë mujtë me veçu për i tyre? Vetë fakti i respektimit të sahabëve të tjerë, jo pjesëmarrës në Bedër, që ja kanë bërë pjesëmarrësve të Bedrit, jep me kuptu se sa vlerë të madhe ka Bedri. Për shkak se Ki fjalën muslimanët, që s'kanë marrë pjesë në Bedër, që kanë trajtu ata që kanë marrë pjesë. Pjesëmarrësit e Bedrit. Sikur që është rasti e një sahabiu, Hatib ibn Abi Baltaa, i cili për një rast ka bërë një lëshim, për mos me thonë gabim ose gjuna ose mëkat, pejgamberi alayhis salam e ka çortuar, mirë po ka pas reagime prej sahabëve, siç është rasti i Omerit, që ka kërkuar prej pejgamberit alayhis salam leje që të marrë masa ndaj tij. Pejgamberi alayhis salam e ka çortuar Omerin, duke i thonë se a din që Hatib ibn Abi Baltaa është pjesëmarrës i Bedrit. Pastaj është tërheq Omeri. Është rasti tjetër i një sahabiu Thabit ibn Aqram al-Ajlani, i cili ka qenë pjesëmarrës i Bedrit dhe ka marrë pjesë në luftën e Mu'tës, në të cilën betejë muslimanët për herë të parë kanë luftuar me Romako-Bizantinët, me një perandori superfuqi e kohës, në të cilën pejgamberi alayhis salam ka caktuar 3 sahabe komandantë ushtarak, të cilët kanë rënë dëshmor njëri pas tjetrit, edhe krejt në fund aty pranë sahabiut të fundit që ka rënë dëshmor ose komandant të fundit Abdullah ibn Rawaha ka qenë Thabit ibn Aqram al-Ajlani, i cili ka ngrit flamurin për mos me ra, edhe sahabët të tjerë shumë shpejt kanë thonë në temër e flamurit se ti ke qenë pjesëmarrës i Bedrit. Ata sahabët që kanë qenë aty afër nuk kanë qenë pjesëmarrës të Bedrit, kanë thonë ti ki përparësi. Mirë, po ky sahabi nuk i ka pranuar këtë detyrë për faktin se nuk e ka pa veten si kompetent që të jetë udhëheqës. Tjetër vlerë e Bedrit kisha me theksu se si në këtë betejë koka e idhujtarisë e ka gjetë vdekjen. Faktikisht prej krerëve që më së shumti kanë luftuar Islamin në periudhën mekase, që kanë qenë kundërshtarë dhe armiqt përbetuar të Islamit, e kanë gjetur vdekjen në Bedër. E gjejmë një hadith në Sahihun e Buhariut se si pejgamberi alayhis salam një herë në periudhën mekase ka qenë në Haram, duke u falur, edhe krerët Kurejshit janë sjellë në mënyrë të keqe ndaj pejgamberit alayhis salam, madje edhe të vrasht, mirë po pejgamberi alayhis salam është mbështetur në Allahun dhul xhelal, edhe nuk është marrë me ta, mirë po e ka lutur Zotin edhe i ka përmend emrat të gjithë atyre personave të cilët janë tallë dhe e kanë përqesh pejgamberin alayhis salam. Në Sahihun e Buhariut theksohet se si përkatësisht komentatori i Sahihut të Buhariut Bedruddin el-Aini thotë se të gjithë ata emrat të cilët i ka përmend pejgamberi alayhis salam në atë dua në periudhën mekase, të gjithë ata e kanë gjetë vdekjen në Bedër, që jep me kuptu se është përgjigj lutja e pejgamberit alayhis salam nga ana Allahu dhul xhelal, edhe pse kanë kaluar disa vite, mirë po megjithatë gjithherë ka qenë i bindur pejgamberi alayhis salam se një ditë do t'i realizohet ajo ëndër. Përveç kësaj, kisha me theksu se si njëri prej sahabëve të nderuar është Saad ibn Abi Waqqas, i cili është prej 10 përgëzuar me xhenet, është ai që ka çliruar edhe Irakun, i cili ka marrë pjesë në Bedër, i cili atë shumë e ka dashur të rrobën me të cilën ka luftuar në Bedër, saqë e ka ruajtur atë me fanatizëm, edhe krejt në fund i ka porosit familjarët që finin t'ja bojnë prej asaj rrove. E veçanta e kësaj betejë është gjithashtu edhe pjesëmarrja e vëllaut të këtij të fundit, Saad ibn Abi Waqqasit Umeirit, i cili ka qenë moshën afër moshës madhore, që pejgamberi alayhis salam i ka kthyer disa prej sahabëve që kanë qenë të moshës së re, në mesin e tyre ka qenë vllau i këtij Saadit Umeiri, i cili kur është kthy prej pejgamberit alayhis salam ka filluar të çajë, edhe më pas pejgamberi alayhis salam është ndikuar nga ai pozicion edhe nga gjendja e tij dhe ka lejuar, i cili ka rënë dëshmor në Bedër, mirë po gjatë rrugës për në Bedër tregon Saad ibn Abi Waqqas se aq i ri edhe i mitur që ka qenë vëllau saqë ja ka mbajt barrën e armëve dhe të gjërave të tjera për cilëse vëllau tim. Po ashtu kisha me përmend edhe
faktin se muslimanët janë fuqizuar me përfundimin e betejës së Bedrit, për shkak se fisi Quraysh deri më tani kurrë nuk janë friksuar prej palës së muslimanëve. Gjithmonë i kanë injoruar edhe i kanë nënçmuar, mirë po vetë fakti që ka Ebu Sufjan, udhëheci i atij karvanit që unë e përmenda pak më herët, ka dërguar lajmëtar në Mekë, jep me kuptu se po friksohen prej muslimanëve. Kështu që muslimanët me kalimin e kohës, me këtë fitore, kanë vazhduar më tutje që të jenë të përkrahur, të ndijnë veten dinjitoz në karshi njëshmërisë së Zotit, edhe Allah i madhërisht atyre u ka dhënë bereqet. Profesori nderuar, me të vërtetë, ndoshta këto minuta janë të pakta për me trajtu këtë temë, po besoj që ajo çka është ojka e ndodhisë Bedrit u trajtu. Dhe Zoti që të përfitojmë gjithë secili, edhe ndëgjues, shikues që na përcjellin, po edhe ne të falenderojmë shumë që ju ke përgjigjë ftesës edhe për këto margaritar që na i ofrove. Zoti të nderoft, shikues të nderuar, Zoti ju nderoft, Zoti ju shpërblet, Zoti ju pranoft lutjet, agjërimin, gjitha ibadetet që i kemi bërë gjatë ditës, po edhe gjatë këtyre netëve që do të vazhdojmë deri fund të Ramazanit, nëse kemi jetë dhe ymër. Faleminderit për vëmendjen, inshallah do të shihemi në emisionin e radhës. Selamu alaikum.